بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla sha'nu. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimin nga veprat e zemrës, e që neve në dy derset e kaluara kemi folë rreth për uljes, në dersin e kaluar kemi folë rreth shkallët dhe drejgjet e për uljes dhe llojet e njerëzve në të, dërsa sot me lejen e Zotit do mundohemi të shpjegojmë se si muslimani me arrit për uljen ndaj Zotit xhalla shanu. Cilat shkaqe duhet me i marr ai dhe çka duhet me vepru në mënyrë që të arrijë për uljen ndaj Allahut xhalla shanu wa taqaddasat asma'u, që është vepra më e mirë e robit me Zotin e tij. E para dashur vëllezër është për me arrit për uljen, qoftë në namaz, kur ne jemi duke fal namaz, qoftë gjatë gjithë jetës tonë, kudo që jemi dhe çka do që veprojmë, duhet ta ndjejmë që Allahu xhalla shanuhu është duke na shikuar dhe na vërejtu. Kur muslimani e ka këtë parasysh, sa do që vepron dhe kudo që shkon, e din që Allahu xhalla shanuhu është duke e vërejtu, Allahu xhalla shanuhu e shikon, robi e përmirëson namazin e tij, e përmirëson veten e tij, dora e tij nuk prek aty ku nuk duhet me prek, syri i tij nuk shkon aty ku nuk duhet me shku, për arsye se e din që Allahu xhalla wa ala është duke e shikuar çdo moment të jetës së tij, çdo moment të jetës tonë, ne nuk mund me ik Zoti xhalla shanu dhe shikimi i tij, ndëgjimi i tij që e shikon dhe i vërejton robërit e tij. Kur muslimani e ka parasysh këtë, pa dyshim që ka më rregullu jeta e tij dhe ka më rregullu namazi i tij. Kur futet në namaz dhe e din që Zoti xhalla wa ala është duke të shikuar aty dhe mu në namaz, atëherë robi e përmirëson namazin e tij. Mundohet që gjatë namazit me ndje ku është, para kujt është lidh, para kujt ka dalë e kështu me radhë. Për këtë arsye të parë tanë na kanë mësuar neve se si janë lidhur namazet e tyre dashur vëllezër. Nuk po flasim për sahabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po për gjenerat pas tyre. Ali ibn Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është quajtur Zainul Abidin, kur ka filluar me marr avdes, i ka ndrruar ngjyra e tij, i ka ndrruar ngjyra e fytyrës së tij, o zverr. Kan filluar durt me u dridh kur ka filluar me marr avdes. I kanë vetë, ka thonë pse, o Zainul Abidin, pse po vepron, pse, çka ndodhi? Ka thonë a pe dini ju para kujt po du me dalë? A pe dini që po du me marr avdes me dalë para Zotit xhalla wa ala? Dhe ashtu e ka ndjeje që Zoti xhalla xhalalu e shikon robën e tij. Dhe kur del robi para Zotit, me dalë ashtu siç i ka hije njeriu. Kështu e ka ndjetë parë ton al-muraqaba ose shikimin që japon Allahu xhalla wa ala robëve të tij që neve na mungon. Dhe për këtë arsye, pastaj robi nuk është i përulur as në jetën e tij të përditshme ndaj Zotit, pas në namazet tona nuk po mundemi me qenë të përulur për arsye se na mungon ndjenja që Allahu xhalla wa ala na shikon çdo moment të jetës tonë, çdo sekond të jetës tonë dhe ai na vërejton punët tona, veprat tona. Kjo është shumë e rëndësishme të dashur vëllezër me marrë vesh muslimani. Sepse kur robi e din që Allahu e shikon, kudo që është nuk bën keq. Bëhet i dobishëm për veten e tij, për shoqërinë, për namazin e tij, i dobishëm bëhet, për arsye se e din që ka më llogari dhe me dal para Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. E dyta, të dashur vëllezër, për me arrit robi, me arrit për uljen ndaj Zotit xhalla shanuhu, është mi shiku punët e tua dhe mos mi shiku punët e të tjerëve. Kjo e arrit robin, e rrit ndjenjen që me qeni për ullër para Zotit. Kur muslimani i shikon veç punët e veta, edhe i shikon mangësitë e veta, nuk mirret me punët e të tjerëve, nuk ka kohë të humbë duke i shiku punët e të tjerëve. Pa dyshim që ka me u bërë ullë para madhnisë së Allahu xhalla wa ala për arsye se e sheh se sa është i dopt. Sa është i dopt.
sa ka mangësi, s'ka ko më u marë me problemet e tjerëve. E të ne është e kundërta, ne mirë me të tjerët e harrojmë vetën tonë. Prandaj njeriu nuk guxon me qenë sikurse qiriu, i cili i ndriçon të tjerët dhe e djeg veten e vet. Qiri i ndriçon të tjerët, po e djeg veten. Kur robi mirët me të tjerët kanë me t'i marrë sevapet, ti kime e djeg veten tonë. Edhe nuk kime qeni për ullën ndaj Zotit xhalleshano. Kur mirësh me veten dhe me problemet e tua, nuk ki kohë më marrë me të tjerët, pa dyshim që kime ndriçu zemrën dhe me qeni për ullën para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala, që lypsit kjo për i robit dashur, lypsit për muslimanit. Për arsye se muslimani nuk guxon që të mirët me të tjerët, ka kohë të mirët me veten e tij sa dush. Me të tjerët ka kush mirët Zoti xhalleshano. Ti si musliman nuk guxon me u marr çka veproi kojshiu, çka veproi vllau, çka veproi ai tjetri, po dush më marr me punët e tua, me problemet e tua në mënyrë që me arrit për ulje ndaj krijuesit të gjithësisë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e dyta. E treta, me njoft Allahun hakikat, me njoft Zotin xhallahu ala. Pra e para është me ndje që Allah po të shikon. E dyta është me njoft veten. E treta është me njoft Allahun ashtu siç duhet Allahun xhallahu ala me njoft. Krijuesin e gjithësisë. E për këtë Allah xhallahu ala thot inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Mas shumë që ja kanë frikën Allahut janë al-ulama, janë dietarët. Janë dietarët. Pse? Se dietarët e njohin Allahun ashtu siç duhet. Kur robi e njeh Allahun ashtu siç duhet, ja ka frikën më së shumti. Dhe kundërta e do të thotë, mas pak të njohin Allahun ignorantët. Sepse Allah po thotë, më së shumti që e njohin dhe ja kanë frikën Allahut janë dietarët. Më së paku që ja kanë frikën Allahut janë ignorantët, që se njohin Zotin. Edhe zaten ata flasin pastaj më së shumti për fe, flasin më së shumti kundrejt dinit të Zotit, janë islamofob të rryer e kështu me radhë, sepse nuk e njohin krijuesin e gjithësisë. E nuk nifet Allahu xhallahu ala pa ardhë me ul me ndëgju për Zotin xhallahu. Nuk nifet Allah pa ardhë me ndëgjue se si shpjegohet libri i tij, se si shpjegohet për Allahun xhallahu ala, me lexu librin e tij, me lexue për pejgamberin e tij. Në këtë formë robi e njeh Zotin e tij. Për këtë të dashur vëllezër, Ibn al-Qayyim rahmetullah alayhi thot, fukarallahu ndohet në dy lloje. Sa i përkes kësaj çështje, kësaj teme, thot fukarallahu ndohet në dy lloje. Thot al-faqru at-tirari, faqrun at-tirari, thot fukarallahu i domosdoshëm. Fukarallahu i domosdoshëm do të thotë që njeriu ka me rrok fukarallahu ndonjëherë. S'ka me pas pasuni, s'ka me pas zbog, s'ka me pas shëndet, s'ka me pas, është thot i domosdoshëm, qoft njeriu i pasën, qoft fukara, qoft i zi, qoft i bardh, qoft çka do qoft ai, ka me ardhur një ditë ose ka kaluar një ditë që e ka shiju fukarallahun. Edhe kjo thot nuk mirret parasysh te njerëzit. Nuk shërtohet njeriu për këtë lloj të fukarallahut. Edhe fukarallahu i dytë thot el faqru al-thani, thot është faqrun ikhtiyari. Lloji i dytë thot është fukarallahu që ti e zgjedh vet. Fukarallahu që ti e zgjedh vet. Sa i mirë është ky fukarallahu, është shumë i mirë vëllai. Sepse thot kjo vjen pas si pasojë dy njohurive, dy dijeve. Ky fukarallahu i cili është i zgjedhur, ti e zgjedh me qenë që ky vjen si pasojë dy njohurive, dy dijeve. E para thot ma'rifatullah, kur robi e njeh Allahun, edhe e dyta kur robi ma'rifatu nafsihi, e njeh veten e vet. Kur robi e njeh Allahun, çush duhet me njoft Zotin e gjithësisë, edhe e njeh veten e vet, gjithmonë e ndjen veten fukara para Zotit xhallahu. E ky është fukarallahu më i pëlqyer te robi. Me pas nevojë gjithmonë. Sepse Allah azza wa jall çka thot për robët e tij, o robët e mi, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. O robët e mi, ju në krejt fukara para madhnisë së Zotit xhallahu ala. Allah është ghaniyul hamid, Allah është ai i cili është i pasur, hamid është i falendëruar. Kur robi e njeh Zotin e tij, e din që ai ka furnizuar, e din që ai ka fal këtë dynjë, e din ai ka dhënë shëndetin, ai ka dhënë synin, ai ka dhënë dorën, ai ka dhënë rrezikun.
Aja ka mundësu me jetu në këtë dynja, aja ka mundësu me hecë në për tokë, aja ka mundësu me marë ajrë që me konë me pare së më në blenë, ja ka mundësu me pi ujë, ja ka pru ujën. Kur e din robin me gjithë të nimeti që ja ka dhanë Zotë Gjallëshanuhu, edhe e njeh Zotin që ka me shku tek ai, ka me vdek, ka me dalë para ti me u marrë me pyetje, ai gjithmonë është fakir, gjithmonë është nevojtar, është fukara. Kur nuk e ngrit kokën me nënçmu të tjerët, kur nuk e ngrit kokën me pështy të tjerët, me nënçmu të tjerët, me i shiku nga lartë. Ja, pse? Sa e din që Allah Xhallahu Ala është më i lartë. S'mon robi kur e din një Zotin e tij nuk bëhet me diamant tok, nuk bën rregullime në tok. Ky është fukarallahu më i pëlqyer. Që ne duhet me e pas këtë lloj fukarallahu. Me njoft Zotin dhe me njoft veten. Edhe kur e njohim veten ton, e dim se cili sa gabime i ka bë, sa herë kanë hyrë hak Zotit Xhallahu Ala, sa herë i kemi hyrë hak krijesave të Zotit, nuk bëhet njeri me diamant. E ul kokën dhe i shikon punët e veta dhe vazhdon rrugtimin e tij drejt Zotit. Kjo është prej metodave, prej mënyrave që robi me qeni por ullur para Zotit Gjallëshan. Kur e njef Allahun e lartësuar dhe e njef vetën e tij. E thamë dhe merët, Allahun nifet duke lexu për Zotin Gjallëshan, duke lexu librin e tij, duke studiu librin e tij, duke ardhur në xhami me ndëgju vajzë, duke ndëgju të shtëpia nëpërmjet rrjeteve sociale. Por që fatkeqësisht ne nuk vim, nuk ndëgjojmë, nuk lexojmë, nuk shikojmë, e humbi kohën kot, edhe pastaj na del rënd që me fol kundër fesë së Zotit Xhallahu Ala. Njeriu i mençur, njeriu që e njeh pak Zotin, nuk flet kundër Zotit dhe kundër fesë së tij. Ignorantët flasin kundër fesë së Zotit sepse nuk e njohin Allahun Xhallashan. Kjo është e treta. E para dashur vëllezër ishte si me u porul para Zotit. E para është të dashur vëllezër me ndjetë që Allahu na shikon në çdo moment. E dyta është me njohë veten, e treta me njohë Allahun ashtu siç duhet. E katërta për me arrit për uljen ndaj Zotit dashur vëllezër është kur robi fal namaz me ndjetë që ky namaz që e fal është i fundit për ty. Mos kimë fal namaz. A e falmi namazin pastaj na veç shkele shko? Jo vallahi. Me ditë që kjo xhumaa jonë është e fundit. Kishmi më thonë mua hoxh le vajzën të lidhmi namazet dhe të falmi tek erdha në akşam. Kështu kishmi me thonë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çe ka thonë një shokit të tij, një Ebu Ayyub al-Ansari transmeton thotë, "Ja rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala 'idhni wa awjiz." Ka një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, "O i dërguari i Allahut, këshillom ama shkurt. Gatë si moj menën. Kallëzëm një diçka tregom atë shkurt, ama që përmban këshill që unë e kam me veti derisa të des." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, "Idha qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kur ngritesh me fal namazin, s'po don shkurt me të shpjegu, kur ngritesh me fal namaz, fale namazin sikur me qenë i fundit për ty. Sigur se me qenë i fundit për ty. A e ndjell kjo pastaj për uljen ndaj Zotit? Po vallahi, e ndjell për uljen ndaj Zotit sepse e din që ka me orë një kohë që një namaz i tij ka me qenë i fundit. Edhe ne nuk e dim cili është ai, sepse e gjeli në dorën e Zotit. Ne nuk e dim. Por këtë edhe robi du të mundu që me u për ullë në namazin e tij, sa herë që vjen namazi, me u mundu me kujtu që ndoshta është namazi i fundit për mua dhe ta fali ashtu siç duhet, ta bëj sejdën ashtu siç duhet, rukun ashtu siç duhet, të lut na Zotit ashtu siç duhet, në mënyrë që pastaj namazi jot me lënë gjurmë në vetët tona, sepse Allah azza wa jalla thotë inna salate tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi thotë tanha 'anil fahsha', e ndalon robin nga veprat e liga dhe veprat e urryera. Për arsye se namazi kur falet në këtë formë, padyshim që robi nuk bën veprat liga, ka më ndaluar nga veprat e liga, nga veprat e urryera. Për këtë ka një hadith gjithashtu të dashur vëllezër, nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot, "Udhkuru al-mauta fi salatik, fa inna ar-rajula idha dhakara al-mauta fi salatihi, la hariyun an yuhsina salatahu." Anas ka thon, përkujtoje vdekjen mbrana namazit ton, sepse kur robi e përkujton vdekjen mbrana namazit të tij, pa dyshim që ka me rregullu namazin e tij, ka me rregullu namazin e tij. Dhe me qenë namazi i tij për ulur para madhnisë së Zotit,
Jalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Kjo është e pesta, e katërta me radhë. E pesta është kur robi falet, ulema e Islamit thonë, nëse don me qenë për ulur ndaj Zotit dhe madhnisë së tij, kur fal namaz, paramendoj veten që është i fundit për ty, edhe paramendoj veten mbi urën e Siratit. Paramendoj veten mbi urën e Siratit. E ura e Siratit dashur vëllezër, është ura e cila është prej robërve të Zotit, prej menje, kodre, edhe me dalë në xhenet e poshtë të xhenemit. Që kjo ura e Siratit. Ura është për me shku në xhenet e poshtë të xhenemit, Allah na ruaj prej tij. E shumë për njerëzve kanë me hyp në urë, po s'kanë me mujt me dalë ata. Allahu mos na bëj prej tyre. E kur robi e përkujton urën e Siratit, që për disa individ është më e mpret se thika, e për disa tjerë e kalojnë sikur se vetëtima, për shkak veprave në këtë dynjë, atëherë robi ka me përmirësu namazin e tij. Ka me përmirësu namazin e tij. Ka me u lidh ashtu siç duhet në namazin e tij. Kur të lidhet në namazin e tij, pastaj s'ka kohë me shiku se çka po vepron ai që e ki në të djathtën tonë, ai që e ki në të majtën tonë, kush po hyn në xhami, kush po vën zhurmë në xhami, s'ki kohë mu marr me këtë punë. Nuk i kohë mu marr me këtë punë. A pe çon ai gishtin, apo hapa i kamta, apo falet me tekbira, s'po falet me tekbira, ti s'ki kohë mu marr me këtë punë Allah. Se ti e din që je përmbi Sirata dhe nuk e din a ke me kalu apo jo. Mendon që namazi që e fal është i fundit ndoshta për ty. S'ki kohë mu marr me të tjerët çka bojnë rreth. Ky është namazi që lypset për neve. Ky është namazi që lypset për neve, sepse shokët e Resulullah e kallëzuam dhe e treguam në javën e kaluar, edhe sot për Zejnul Abidinin, kur u lidh në namazin e tij, kanë ndodhur që kanë rras zogjt mbi shpinën e tij, mbi kokën e tij, se kanë menduar që jo drum. Kanë menduar që jo guri ose dru. Aq ka qenë i palëvizshëm në namazin. Aq ka qenë i palëvizshëm në namazin e tij. Ka pas prej tyre që ju ka ndez shtëpia dhe se ka marrë vesh derisa e ardhur rrobat të shtëpisë me zgju prej namazit, më thonë, "Çu, hajde deli jashtë se do ka kall shtëpia." Pse se e ka ditë para kujt ka dalë. E ne nuk e dim para kujt jem të dalë. Jem të dalë para krijuesit të gjithësisë, para Allahut xhallahu xhala. Para madhnisë së tij. Allahu xhallahu ala e shikon robin në saf. Derisa robi shikon në sejdë, Allahu e shikon dhe lëshon rahmet mbi ta. Shikon në sejdë ku ka më ra. Jo djathtas, majtas, kryt për pjetë, me shiku marimonga të qash xhamis, jo. Shikon aty ku ka më ra në sejdë, është i për ulë namazin e tij. Allahu xhallahu ala shikon në fytyrën e robit të tij dhe lëshon rahmet mbi ta. Derisa të fillon me u përqendru në namazin e tij. Prandaj të dashur vëllezër, për ulja arrihet kur robi e din para kujt ka dalë. S'kem qenë heq, Allahu na ka kriju. S'kem qenë heq, Allahu na ka kriju. Na i ka dhënë jetën, na i ka dhënë shnetën, na i ka dhënë shikimin, dëgjimin, ecjen, rrezikun. Na ka dhënë familje, na ka dhënë mirëqenie sociale, na i ka dhënë shtetin. Pse mu bë mendje madh? Një prej ulemave të Islamit e ka pa një njeri duke ecë mendje madh në për tokë. Ka thonë, po pse po ecë me mendje madhësi kur je dal prej dy venave që del më e keqja gjë prej trupit njeriu? Pse po bash mendje madh kur je dal prej dy vendave që njeriu liron nevojat fiziologjike prej tyre? Pra, prej babës ke dal prej vendit ku i liron nevojat e tij fiziologjike, edhe prej nanës ke dal pastaj prej vendeve ku i liron papastërtitë e saj më jo. E pse po bash mendje madh, pra? Kur robi mendon këtë çështje, nuk bëhet mendje madh tokë. Nuk i bën zullum pa drejtësi të tjerëve. Është modest, është i përulur para madhnisë së Zotit xhallahu ala. Sepse Allah thotë keni ardhur në këtë dynjë la ta'lamuna shay'a, kur gjë s'keni ditë, jeni kanë ignorant. Ke ardhur këtë dynjë fëmijë, kur gjë s'ke ditë absolut. As ti as unë. Pastaj gradualisht Allahu xhallahu ala ta ka dhënë dijen, ta ka mundsuar mendjen me fiqiru, me mendu, me i rregullu gjanat. E ke pa një njeri që nuk është normal, sa jek njerëzia me to, sa jek familja me to. Prandaj robi kur i din këto mirësi,
edhe kur e din kush e ka kriju dhe para kujt ka dalë, nuk bëhet mendje madh. Për ulet para madhnisë së tij gjithmonë. Për ulet para madhnisë së tij gjithmonë. Pra robi kur e mendon veten e tij në namaz, që është i fundit, dhe e mendon veten e tij që është mbi urën e siratit, ku ne e lusmi Allahun gjithmonë çdo namaz, ihdina siratal mustaqim. O Allah, zënë në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim, rrugën atyre që ju ke dhënë mirësi, ghayril maghdubi alejhim waladdallin, jo në rrugën atyre që ti je i hidhruar, e as në rrugën atyre që janë të humbur. Kur e kam pyet një prej asketëve më të mëdhaj të Islamit, i Hatim al-Asam, rahmetullahi alejhi, për ulemave të mëdhaj të Islamit, ka thonë ti çysh falesh? Kur lidhesh namaz ka thonë çysh falesh ti? Ka thonë ai kur të ngritna me fal namaz, thot ejal al-Ka'bata bayna hajibay. Thot i drejtohem Qabës, edhe mendoj që jam duke shikuar Qabën. Thot was-sirat tahta qadami. Edhe mendoj që sirati, ura e siratit është mbi nën këmbët e mia. Wal jannatu an yamini, min an yamini. Thot edhe mendoj që xheneti është në të djathtën time. Wa malak al-maut wara'i. Edhe thot wan naru an shimali. Edhe mendoj që zjarri i xhenemit është në anën e majt time. Wa malakul maut, edhe meleku i vdekjes është mbrapa meje. Wa adhunnuha akhiru salati. Edhe mendoj që është namazi i fundit. Këtë formë çish ka me falë robi namazin? Me mendu siratin nën këmbët e tua, xhenetin në anën e djathtë, xhenemin në anën e majt, meleku i vdekjes mbrapa të prit. Si të dash selam, ta marrësh vjetin. Çish ka me falë robi namazin? Wallahi ka me falë namazin e mirë. Kam i harru të gjitha që i ka bërë në dynjë. Kam i lënë mbrapa, zati kur themi Allahu Ekber, e lëm dynjën mbrapa. Ana kur themi Allahu Ekber, na krejt dynjën në kokën tonë dhe i zgjedh me gjitha problemet që i kena. Andaj dashur vëllezër, në këtë formë robi e arrin për ulën ndaj Allahut xhallal shanu. Kur e arrin për ulën ndaj Zotit në këtë formë në namazin e tij, pa dyshim që ky kur del jashtë nuk ka mundësi mu bën njëri i keq. Kur del jashtë xhamis, s'ka mundësi mu bën njëri i keq. Nuk ka mundësi me i bë dëm njeriut, me i bë dëm shoqërisë, me i bë dëm vendit. Ka mundësi. Ai që i bën dëm vendit, do është banori i xhamis, ai s'është në rregull me mendin. Unë nuk e llogarisë që është njëri normal. Ai njeri që vjen në xhami dhe pastaj bie ndesh me ligjin, arrestohet për vjedhje, arrestohet për gjëra të liga, bën krime në tokë, bën çrregullime, i hyn hak vllat, nanës, babës, kojshiut, edhe thot po fali namaz, unë nuk e di namazin e tij. Çfarë namazi është? Çfarë namazi është? Kua inna Allaha inna as-salata tanha 'anil fahsha. Ku ajeti Kuranit që thot Allah inna as-salata tanha 'anil fahsha. Namazi ndalon nga veprat e liga. Sepse shpesh kur e shpjegojmë këtë ajet, dikush pe xhamat thot po mirë bagoj si po thuçi namazi apo filani falet edhe vjen. Po jo me sa ai është të fal veç me trup, ai s'është të fal me zemër. Ai nuk ka të fal me zemër. Ai veç u të kryeni obligim. Këtë arsye muslimani duhet të qenë i sinqert me Zotin e tij. Sepse nuk arrihet për ulja ndaj Zotit, nëse falemi vetëm me trup, e zemrën nuk e kemi për të përqendruar. Sepse ky namaz i ngjason namazit e hipokritave, namazit e munafikave, namazit e dyftyrshave. Nuk i ngjason namazit e muslimanit. Çështja tjetër që dashur vëllezër, që e bën robi tjetër për ulër është tedabburul Kur'an, meditimi i fjalës së Zotit, Kur'anit famlart. Me meditua librin e Zotit, fjalët e Zotit që i ka zbrit. Sepse Allah thot: "E fala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Am ala qulubin aqfaluha. Thot a nuk e meditojnë këta librin e Zotit? Apo në zemrat e tyre thot ka dry të mbyllur. Apo zemrat e tyre janë të mbyllura me dry dhe nuk dinë çka është meditimi. Nuk dinë çka është me lexu librin e Zotit, me studiu librin e Zotit, me meditu fjalën e Zotit. Kur'ani sot në vendin tonë fatkeqësisht e mbulon plohni. Rrallë prekmi me dorë. Rrallë lexojmë. Vetëm kur dia Ramazani shkojmë te hoxha lexoja babës në Yasin. Lexoja babës në Hatme. Me vetë çka është Yasini typën e ditë. Çka është Hatme nuk e di. Kur'ani është për të gjallë, vëllazër, nuk është për të vdekur. Këtë duhet me kuptuar një herë për gjithmonë. Kur'ani është për të gjallë.
është për vdek. Ai që ka vdek, do si ati u mbyll. Për të gjallët është libri i Zotit që ne me mësua, në mënyrë që me ndi për ulen para madhnisë së tij. Se si Allah i ka kriju qijet edhe tokën. Se si njeriu nuk ka qenë fare i përmendur me një periudhë të gjatë kohore, thot Zoti. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Surën Insan, surën e njeriut. Kaptina e njeriut quhet. Thot Allahu Jalla wa Ala, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ka qenë thot njeriu i pa përmendur një periudhë gjatë kohore, masi që Allah i ka kriju qijet edhe tokën, edhe planetet, edhe lumejt, edhe drunjet, edhe me lajket, njeriu thuj se s'ka qenë rendite fare heq për më kriju. Periudhë të gjatë kohore, thot Zot. Kur e lexon njeriu këto dhe Allah ta ka mundsu ty edhe mu me jetu, a nuk do të me qenë të përulura? Allahu Jalla wa Ala ta ka mundsu ty me ardh xhami, me ron sejdë krijuesit të gjithësisë. Kur njeri ka prej njerëzve që i bin sejdë lopës, ka prej tjerëve që i bin sejdë kryqit, ka prej tjerëve që i bin në sejdë Isaut alayhis salam, e prej tjerëve Uzairit alayhis salam, e të tjerë e adhurojnë gurin edhe drunin. E ty Allah ta ka mundsu me ardh, me ndëgju fjalën e Zotit, Kur'anin famlar që miron sejdë vetëm madhnisë së tij, as është për zgjedhje nga ana e Zotit? Jo, është për zgjedhje. E pastaj a nuk ja vlen me qenë rob i Zotit? Jo, ja vlen. E a nuk ja vlen me qenë për ulën ndaj Zotit? Ja vlen me qenë për ulën ndaj Zotit. Prandaj dashur vëllezër, këto janë disa gjëra të cilat e bëjnë që robi të jeti për ulën ndaj Allahut të lartësuar, të jeti dobishëm për veten e tij, për shoqërinë dhe për çit vendin, duke lutur Allahun që na fal neve dhe ju, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.